burgu kërkoi prej krejt burgosëve me dhënë gjak për ushtar. Ne asnjëri nuk jemi lajmëru, o lajmëru veç një hajnë i pejes, një farë cipi nuk është, e ka plaçkit një firmë në pej, fëmijët e ishut bashkëve, jënë në përpozita. Këtë ligj se ka bo as Ibrahim Rugova, as Hashim Thaçi, as Ramush Haradinaj. Të tret kanë mujtë me bo, ne kemi pas aty, për e quj bashkëvojtës, po di qysh me qujtë se ka qenë me Serbinë. Një periudhë kohore gjatë luftës, burgu kërkoi prej krejt burgosëve me dhënë gjak për ushtar. Ne asnjëri nuk jemi lajmëru, o lajmëru veç një hajnë i pejes, i cili ka dhënë gjak dhe murën vesh në krejt paviljoni 7. Po Serbia edhe të mjel, edhe mas mëram të tregon kush je. Dershim në shëtitje, kur kush nuk rike ma atë shoqin që kishtë dhënë gjak, kalon mbi këqyrësi edhe thot, a asnjoni s'porini me këtë shpionina? Na veç e kishim marrë vesh se ecke fjolla. Qaj i njajti, kur e kemi bojt greve në Uris, ka ardhë me hinë greve. Se dhe unë jem ku në burgun e Dubravës. E vëlla ti s'po hinë greve kur. Se tash e ko mundësi unë me vendos, kështu që e përcidhëm. Ka shumë qka, po një pjesë me siguri edhe kom haru. Valla një farë cipi nuk është me rëndësis s'paraqet kur gjo. E ka plaçkit një firmë në pej, për cilën ka punu. Po krejti njohin si cipi, unë s'ja dija semnin. Valla unë s'poru na hiq, se s'kom për çka më rujt, po është një farë dukurije sot në Kosovë, që shumë fëmijët e ishut bashkëve jënë në përpozita. Kështu që ju ka ardhur koha, po përkrahen edhe nga disa parti, qa me thonë? Sot po sulmohen veterantë, po sulmohen ushtarët e UÇK-s, po sulmohen komandantat. Ndërsa përkrahen disa njerëz që s'kanë bo kur gjo për këtë Kosovës, për këtë liri. Po vetë jemi fajtor, sepse sa kemi pas fuqi, nuk i kemi sistemu njerëz tonë në për vendat duhur. Sot po sistemohen, nuk kanë faj fëmijët e udhbashve, as vajzat e udhbashve, mirë po duhet Kosova me bo një farë ligji të lustrimit, edhe mu ditë kush ku o konë i rështum, qa ka bo. Kone ka fëmijë, nuk jam kundër që ata fëmijë me pas krejt drejtat si kur unë, mirë po nuk mundet me pas drejt me qenë pozita vendimarrëse për shtetin e Kosovës. Këtë ligj se ka bo as Ibrahim Rugova, as Hashim Thaçi, as Ramush Haradinaj. Të tret kanë mujtë me bo, edhe me da shapin për sheqerit. Nuk mundet sot mu akuzu një komandant nga dikush që pranon publikisht që ka çu materiale në gjykatën e Hagës.